Përshëndetje, në këtë video do t'ju tregojmë një histori të vërtetë të një alpinisti që pati një fund jo të mirë. Në shpatat e ngrira të Himalajeve, në vendin ku ajri është aq i hollë sa çdo frymëmarrje duket sikur të djeg mushkëritë, një trup i ngrirë u zbulua në 1 maj të vitit 1999. Supozohet se ai trup i përkiste John Mallory, njeriu që kishte humbur 75 vite më parë në përpjekje për të arritur majën e botës të malit Everest. Por pyetja që për atëherë ka mbetur pezull, si një hije e ftohtë që ende mbi majën më të lartë të botës. A ishte John Mallory njeriu i parë që pushtoi Everestin? A e arriti majën para se të vdiste? Për të zbuluar këtë mister, duhet të kthehemi pas në kohë, në fillim të shekullit të 20, në vitin 1924. Atëherë, Everesti ishte ende një simbol i së pamundurës. Shumë kishin provuar të ngjiteshin, por askush nuk ishte kthyer për ta treguar. Në Britani, një emër filloi të rritej si një mit. George Herbert Mallory. Mallory nuk ishte një aventurier i zakonshëm, ishte një profesor, idealist, një poet në shpirt, por mbi të gjitha, një njeri që besonte se kufijtë ekzistojnë vetëm për t'u kapërcyer. Ai e kishte një përgjigje të famshme për pyetjen që i bënte çdo gazetar. Pse do të ngjitesh në Everest? Dhe ai përgjigjej me 3 fjalë që u bën të pavdekshme. Sepse është aty. Në qershor të vitit 1924, Mallory bashkë me një alpinist të ri, Andre Irvine, filluan ngjitjen e tyre finale drejt majës. Ishte dita e 8 qershorit kur u pan për herë të fundit me një teleskop në bazë. Ata ndodheshin vetëm qindra metra nën majë dhe pastaj u zhdukën. Asnjë sinjal, asnjë trup, asnjë provë, vetëm heshtje. Dhe për dekada kjo heshtje u bë misteri më i madh i historisë së alpinizmit. Kaluan 75 vite. Në maj të vitit 1999, një grup alpinistësh amerikan në drejtimin e Eric Simonson u nisën me një qëllim të vetëm, të gjenin gjurmët e humbura të Mallory dhe Irvine. Midis tyre ishte dhe Conrad Anker, një alpinist i njohur që kishte kaluar jetën në male tepër të larta. Në shpatin verior të Everestit, një zonë që quhet The Yellow Band, Anker pa diçka që i ngjante një shkëmbi. Kur u afrua, diçka e ftohtë i përshkroi trupin. Ai nuk ishte një gur, ishte trupi i ngrirë i një njeriu, me lëkurë të zbardhur nga bora, me duar dhe fytyrë si guri dhe me fytyrën me kokën poshtë, sikur ende kërkonte një shteg për të zbritur. Trupi ishte i ruajtur mirë. Rrobat e tij ishin të grisura nga dekadat dhe nga acari, që ende qëndronin ngjitur mbi lëkurën e tij. Në xhepat e tij u gjendën pak objekte personale, por diçka mungonte. Fotografia e gruas së tij Ruth, të cilën ai kishte premtuar se do ta linte në maj si simbol dashurie nëse do ta arrinte. A ishte kjo provë që ai e kishte arritur majën dhe e kishte lënë fotografinë atje përpara se të rrëzohej në kthim? Apo ishte një rastësi tragjike? Këmba e djathtë dhe krahu i djathtë ishin thyer. Një copat akull ishte gjetur pranë trupit. Pozicioni i tij tregonte se ndoshta nuk ishte vdekur menjëherë. Ai kishte kryqëzuar këmbën e shëndosh me atë të thyer, një lëvizje instinktive për të lehtësuar dhimbjen. Një shenjë e fundit njerëzore para heshtjes së përjetshme. Në atë vend, në rreth 8155 metra lartësi, asgjë nuk jeton gjatë. Nuk ka ndihmë, nuk ka shpresë, vetëm erë, borë dhe qielli
që nuk më shiron askënd. Ai vdiq duke bërë atë që dashuronte më shumë dhe ndoshta për të kjo ishte mënyra më e ndershme për të jetuar përgjithmonë. Pas zbulimit të trupit, shumë ekspedita u nisën për të kërkuar trupin e Andrej Irvine, me shpresë se do të gjendej dhe kamera e tyre Kodak, një aparat i vogël që mund të përmbante fotografinë që do të provonte ndoshta se ato kishin arritur majën. Por deri sot, as Irvine dhe as kamera nuk janë gjetur. George mbetet një legjendë. Ai ishte një njeri që nuk kërkoi famë, por përmbushje, një shpirt që kërkoi lartësinë, jo për të parë nga të tjerët, por për të parë më tej. Në fjalët e tij të fundit ndoshta të pashkruara ndjej mesazhin e një njeriu që sfidon kufitë e vet. Nëse nuk e arri, e pakta do kem vdekur duke u përpjekur. Për sa i përket eksploratorit tjetër, Irvine nuk është gjetur ende, por në 2024 ekspeditat kanë zbuluar një këpucë dhe çorap, mbetje pra që i përkiste trupit të tij, ndërsa trupi nuk është gjendur ende. Të dy alpinistët bën disa ngjitje në Everest. Këto ngjitje ishin në vitet 1921, 1922 dhe 1924, që ishte viti fatal ku mori jetën alpinistëve. Lind pyetja, sa jetë kanë humbur në Everest? Deri në fund të vitit 2024, numri i përgjithshëm i vdekjeve në Everest është rreth 335 persona. Vendi ka shënuar një normë vdekshmërie rreth 1% të tentativave për maj në periudhën më të fundit. Po cilët janë humbjet më të mëdha dhe ditët tragjike? Një nga ngjarjet më të përmendura është viti 1996, ku në malin Everest, gjatë periudhës 10-11 maj, 8 alpinistë humbën jetën gjatë një stuhie pranë majës. Një tjetër humbje e madhe ishte më 18 prill 2014, kur u vran 16 vet në rrëshqitje akulli. Kjo është dhe humbja më e madhe në një ditë në historinë e Everestit. Në vitin 2015, tërmeti në Nepal dhe rrëshqitje të mëdha bore dhe akulli shkaktuan përsëri humbje të shumta. Sipas Himalayan Database, ka patur vdekje dhe në vitet e fundit. Për shembull, në vitin 2019, rreth 11 vdekje ndodhen atë vit. Ky ishte një sezon me shumë ngjitje dhe pritje të gjatë për majën. Në vitin 2023, rreth 17 vdekje, një nga rekordet e fundit për numrin më të lartë të vdekjeve në sezonin pranveror. Të tjera vite, numra më të ulët se ato paraardhës, por gjithmonë kanë rritur popularitetin e ngjitjes. Shembull, nga viti 1922 deri në vitin 1999 kanë vdekur rreth 170 persona. Numri i vdekjeve nuk tregon vetëm sa përqind prej atyre që tentuan, sepse tentimet janë shumë të ndryshme çdo vit. Faktorët si moti i keq, akulli që rrëshqet, mungesa e oksigjenit, radhët e gjata nga flukset komerciale ndikojnë shumë. Vitet më të rrezikshme nuk janë gjithmonë ato me më pak sukses në maj, por ato me faktor fatkesie, shembull katastrofa të papritura si akulli që bie apo tërmetet. Në fund të çdo rrugë që çon drejt majës së Everestit nuk gjendet kurrë vetëm bora dhe akulli, por dhe kujtimet e atyre që nuk u kthyen kurrë. Mbi 300 jetë të humbura në këtë mal, shumë prej tyre ende të mbetur atje, si kujtesë e heshtur të çmimit që ka lavdia njerëzore. Qindra u ngjitën drejt qiellit jo për famë, por për të provuar kufitë e njeriut. Por Everesti nuk fal, ai ruan misteret e veta dhe çdo vit kërkon taksën e tij të ftohtë. Sot trupat e atyre që prehen atje janë një qetësi të përjetshme në dritën e yjeve të Himalajas. Disa janë kthyer në simbole, të tjera janë harruar,
por çdo hap në atë mal është një kujtim se njeriu gjithmonë do të kërkojë më shumë se ç'mund të mbajë fryma. Everesti nuk është thjesht një mal, por është pasqyrë e guximit, krenarisë dhe tragjedisë njerëzore. Dhe ndoshta në heshtjen e akut të Majës ndodhet përgjigjja që dha një herë Mallory, kur e pyetën pse donte të ngjiste Everestin. Ai tha, sepse është atje.